Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullin e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e Tij, mbi familjen e Tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, vetëm që ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, thot Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për begatit dhe dhuntit të cilën i begatoi robët e vet, thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dhe ju nëse mundoheni të numëroni begatit dhe dhuntit e Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk mundeni. Si rezultat i lloj-llojshmërisë dhe si rezultat se sa të shumta janë ato dhunti dhe begati. Dhe sidomos njeriu kur ish zhytur në begati dhe në dhunti, nuk ja din vlerën atyre dhuntive dhe begative deri momentin që i humb ato. Momentin që i humb, të nderuar vëllezër, ja din vlerën. Mirë po, prej këtyre dhuntive apo begative, të nderuar vëllezër, janë 3 dhunti apo njeriu kalon në 3 etapa kryesore të dhuntive apo të begative. Dhuntia apo begatia e parë, të nderuar vëllezër, është krijimi, ekzistenca ynë. Pra etapa e parë në të cilën kalon njeriu prej dhuntive dhe begative është ekzistenca e njeriut. Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për njeriun thot: "Hal ata 'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura." Ka pas etapa kohore që fare njeriu nuk është përmend. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala me urtësinë e Tij e krijoi. "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Lexo me emrin e Zotit tënd që krijoi çdo gjë. Pra etapa e parë të cilën njeriu ballafaqohet me dhunti dhe begati është begatia apo dhuntia e krijimit apo ekzistencës. Pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala e krijoi njeriu në formën më të mirë, nuk e braktisi dhe nuk e la, mirë po u kujdes dhe e furnizoi. Etapa e dytë në të cilën kalon njeriu është furnizimi dhe risku. Dhe këtu, të nderuar vëllezër, duhet të ndalemi pak ta kuptojmë se furnizimi apo risku nuk kufizohet vetëm në ushqim apo në pije, apo në veshmbathje, apo në të holla dhe kështu me radhë. Çdo mirësi dhe çdo begati në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ta ka dhuru, kjo është furnizim dhe risk. Shëndeti është furnizim, sepse nuk ka dobi pasuria nëse ajo pasuri është e shoqëruar me sëmundje. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala nëse të ka begatu me shëndet, dije se të ka furnizu. Nëse të ka begatu me fëmijë të hajrit, dije se të ka furnizu. Nëse pra çdo mirësi, të nderuar vëllezër, dhe çdo dhunti të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala të ka begatu, dije se kjo është furnizim dhe rrezik që Allahu subhanahu wa ta'ala të begatoj. Dhe mos ta kufizom dhe mos ta izolom riskun apo furnizimin vetëm në ushqim, pije apo në të holla, sepse, të nderuar vëllezër, shkak i dominimit të jetës materiale sot llogaritet furnizim apo risk vetëm nëse ke të holla apo nëse ke ushqim apo dhe kështu me radhë. Mirë po, nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të dha shëndet, të furnizoj shumë. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të begatoj me fëmijë të hajrit, të furnizoj shumë. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të begatoj me gruë të ndeshme dhe të hajrit dhe kështu me radhë. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të dha praninë në një mes, nëse Allahu subhanahu wa ta'ala ta ngriti statusin shoqëror dhe ti i ke praninë në atë shoqëri dhe kështu me radhë, të gjithë këta, të nderuar vëllezër, janë furnizim nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, pasi e krijoi njeriu, e furnizoi. Mirë po, vazhdon edhe etapa e tretë, të nderuar vëllezër, ajo është edhe pra udhëzimi. Pra këto janë 3 etapa të cilët kalon njeriu: krijimi, ekzistenca, furnizimi dhe udhëzimi.
Udhëzimi të nderuar vëllezër, edhe pse nga renditja është e treta, për nga rëndësia është e para. Kur flet Allahu subhanahu wa taala për jo besimtarët, çka thot? Yaqulu ya lejteni kuntu turaba. Jo besimtarët, ata të cilët ja kthyen shpinën udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala, në ditën e kiametit, kur do të ballafaqohen me realitetin, do të thojnë mirë për ne të isha dhe, apo mirë për mu mos të ekzistoja fare. Çka do të thotë nderuar vëllezër? Do të thotë se begatia e krijimit dhe begatia e furnizimit, nëse mungon begatia e krijimit dhe begatia e furnizimit, nëse mungon begatia e udhëzimit të nderuar vëllezër, kjo begati apo këto begati nga begatit dhe dhuntit do të shndrohen në ndëshkim dhe në fatkeqësi. Pra të nderuar vëllezër, kur flet Allahu subhanahu wa taala për njeriu dhe kur flet që në surën Rahman, Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan. I mëshirshmi Ar-Rahman ja mësoi njeriu Kur'anin, pra e udhëzoi, khalaqa al-insan, e krijoi njeriu. Edhe pse njeriu njeriu krijohet, pastaj i mësohet, mirë po për rëndësinë që ka, Allahu subhanahu wa taala e parapriu dhe tha, ja mësoj Kur'anin, pastaj e krijoi njeriu. Që do të thotë dhe kuptohet të nderuar vëllezër nga këto ajete se jeta e njeriu nuk ka kuptim nëse njeriu pra nuk është i udhëzuar apo ja ka kthy shpinën udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Pra, i gjithë kjo dhunti, krijimi, ekzistenca, furnizimi me të gjitha ato dhunti dhe me gjitha ato mirësi të cilet njeriu është i zhytur në të nderuar vëllezër, momentin që i mungon etapa e tretë, ajo është udhëzimi, këto dhunti të nderuar vëllezër shndrohen në fatkeqësi dhe në ndëshkim. Pra, momentin që njeriu nuk udhëzohet, nuk e merr udhëzimin dhe nuk e merr Kur'anin për udhërrëfis së jetës së vet, dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Ky libër dhe gjithë ato e cila gjendet në këtë libër, thot Allahu subhanahu wa taala, është udhëzim për njerëzimin. Momentin që njeriu ka ardhur në këtë botë dhe shkon djathtas dhe majtas dhe mundohet dhe të kërkon riskun, furnizimin dhe çdo gjë, mirë po nuk e kërkon udhëzimin dhe hyn në atë kategori të nderuar vëllezër që Allahu e krijoi, e furnizoi dhe me gjërat më të mira, mirë po hyn në atë kategori që nuk është i udhëzuar dhe ja kthej shpinën udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala, ky njeri të nderuar vëllezër, në ditën e kiametit, në botën e ardhshme, kur të ballafaqohet me realitetin, do të thotë ja lejteni kuntu turaba. Pra mami mos kisha ekzistu fare. Pra me gjitha ato dhunti të cilat pra ka qenë i dhuruar, pra janë dhuruar në këtë botë, momentin që i ka mungu udhëzimi, do të drejtohet dhe të thotë ja lejteni. Mami mos kisha ekzistu fare. Pra të nderuar vëllezër, siç thash, njeriu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nëse numëroni mirësitë dhe dhuntit të Allahut janë të panumërta dhe kjo është e vërtetë. Pra nëse nalet njeriu sot dhe i numëron dhuntit të Allahut, nuk mund të numërojë se sa të shumta janë ato. Mirë po janë tri kryesore. Është krijimi, është furnizimi me të gjithë llojet e saj dhe është udhëzimi. Momentin që njeriu i mungon të nderuar vëllezër udhëzimi, as nuk i ban dobi në ditën e ahiretit, pra në botën tjetër, nuk i ban dobi as krijimi dhe do të shndrohet në ndëshkim dhe në fatkeqësi. Për atë Allahu subhanahu wa taala, prej mirësisë dhe dhuntisë së tij, kur e kuptoi se njeriu nuk ka mundësi që të arrijë udhëzimin vet dhe të arrijë atë çka i nevojitet dhe çka kërkon Allahu prej tij vet me logjikën e tij, dërgoi libra tek çdo popull. Dërgoi pejgamber të çdo popull, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, që njerëzit në ditën e kiametit mos të kenë arsye, pra pse nuk udhëzuan, pse nuk e kërkuan udhëzimin apo të vërtetën. Nuk ka dëshim të nderuar vëllezër se njeriu është i obliguar ta kërkojë furnizimin. Dhe edhe pse pra e ka të garantuar dhe njeriu e ndjekën furnizimi dhe nuk vdekën,
pa marr riskun e tij. Pra nuk I vjen exheli pa marr riskun e tij. Mirë po, në dorë të njeriu të nderuar vëllezër është të vendos se në çfarë mënyre do të arrijë ai furnizim te ky person. Pra, a do ta kërkoj në të lejuarën apo do ta kërkoj në të ndaluarën. Mirë po, aq që Allahu subhanahu wa taala ta ka shkruar do ta merresh dhe nuk do të vdesësh pa marr parasysh. A do ta kërkosh atë në të majtën, pra në të ndaluarën, apo do të ndjeksh rrugën legjitime, halalin që të arrish tek furnizimi atë që është shkruar. Mirë po të nderuar vëllezër, përveç që njeriu e ka obligim që ta kërkoj furnizimin dhe atë në mënyrë të lejuar, e ka obligim të nderuar vëllezër që ta kërkoj edhe udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe momentin që njeriu mjaftohet me kërku vetëm furnizimin në këtë botë, pra në çka ka të bëjë me materialen, ndërsa e lën mrapa të kërkuarit e udhëzimit që ka të bëjë me botën tjetër dhe me shpirtëroren, të nderuar vëllezër, ky njeri do të pendohet dhe do t'i bi pra shumë, do të pendohet, mirë po në atë kur do t'jetë vonë. Jo rastisht Allahu subhanahu wa taala kur flet në fillimet e para të surës Al-Baqara, kur flet për të marrën Kur'anin si udhëzim, e bashkon mes anës së jashtme dhe anës së brendshme. Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Pra ata të cilët thot besojnë të msheftën, yu'minuna bil ghaib. Momentin që njeriu mjaftohet vetëm me anën e jashtme të nderuar vëllezër, kur nuk mund të arrijë të vërteta. Mirë po patjetër dua ta bashkoj mes të jashtmes dhe të brendshmes që të arrijë tek e vërteta. Allahu subhanahu wa taala kur flet për Kur'anin si udhëzim, çka thot? Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Me të vërtet thot, ky Kur'an, ky libër udhëzon në atë që është më e mira. Do të thot se ka mundësi që do të parashiten edhe ideologji tjera që do të pretendojnë se do të thrasin në të vërtetën. Mirë po Allahu subhanahu wa taala na tregon me këtë ajet se çfarë do të thrasin ato, Kur'ani të nderuar vëllezër thret në më të mirën. Aisha radiallahu anha, gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e përshkruan moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka thot? Thot kana khuluquhu al-Qur'an. I gjithë morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'an. Pra çdo lëvizje të nderuar vëllezër, çdo lëvizje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bante konform Kur'anit famëlart. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e patët shembullin më të mirë. Që do të thotë të nderuar vëllezër se edhe besimtari, edhe muslimani, unë dhe ti, duhet të mundohemi që morali jon të jetë konform asaj që ka zbrit Allahu mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra kana khuluquhu al-Qur'an. Çka do të thotë ishte morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'ani? Pra çdo lëvizje duhet të jetë të nderuar vëllezër, duhet të jetë në përputhshmëri me shpalljen apo me atë që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerëz të nderuar vëllezër, dietarët thonë shumë besojnë Kur'anin të shenjtë. Mirë po, të pakt janë ato që e besojnë efektshmërinë e Kur'anit në jetën e tyre të përditshme. Dhe sheh sot nëse një jo besimtar merr ndonjë hap që ta dje Kur'anin, e gjithë bota revoltohet dhe çohet pra musliman dhe kështu me radhë. Dhe kjo duhet dhe shpallin pra dhe shfaqin pa kënaqësi dhe kështu me radhë. Mirë po nëse Kur'ani sot largohet komplet nga jeta e jonë dhe thjesht nuk i referohemi Kur'anit. Kur'ani nuk e kemi referencë në mospajtimet tona. Kur'ani nuk e kemi referencë në edukimin ton ndaj fëmijëve. Thjesht pra Kur'ani është një libër shtesë të cilin ne e kemi në raftet tona, thjesht kjo nuk ringjall ndonjë revolt në mesin e muslimanëve. A nëse digjet Kur'ani, i gjithë pra umeti musliman zgjohet dhe kjo kërkohet që të zgjohet dhe të shprehim revolta.
Mirë po të nderuar vëllezër, Kurani ka zbrit udhëzim për njerëzimin. Duhet njëherë ta kuptojmë se çdo begati dhe çdo dhunti të cilin ne e shijojmë momentin që jemi larg udhëzimit dhe nuk e marrin Kur'anin si udhërrëfyes dhe udhëzim për jetën tonë të nderuar vëllezër, çdo begati dhe çdo dhunti do të shndrohet në fatkeqësi dhe në ndëshkim, Allahu na ruaj. Momentin që ne Kur'anin e kemi udhërrëfyes dhe udhëzim për jetën tonë, çdo begati dhe çdo dhunti, qoftë edhe e pakta ajo dhunti, qoftë edhe e pakta ajo begati dhe kështu me radhë, do të jetë pra do të jemi njerëzit më të lumtur në këtë botë. Kur flet Allahu subhanahu wa taala që do t'i ringjall njerëzit e verbër. Thot kadhalika atatka ayati fanasitaha fakadhalika al-yawm tunsa. Njerëzit të cilët ja kthyen shpinën udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit të nderuar vëllezër do të ringjallen të verbër. Mirë po duke u nis nga ajo se në këtë botë ka pa me syt e ballit, mirë po jo me syt e zemrës, do t'i drejtohet Allahut subhanahu wa taala dhe do t'i thotë: Ja Rabbi lima hashartani a'ma, o Zoti im, pse më ringjalle mua të verbër? Pra unë në këtë dunja shikova, pa pash, nuk isha i verbër. Qala kadhalika atatka ayat. Kështu të erdhën ty ajetet e jona. Të erdhi udhëzimi im, dërgova pejgamber, zbrita libra, pra të dërgova të përsosa, të krijova në formën më të mirë dhe kështu me radhë të nderuar vëllezër. Kadhalika atatka ayati fanasitaha wa kadhalika al-yawm tunsa. Mirë po ti e harrove. Ja ktheve shpinën udhëzimit tim dhe sot do të harrohesh. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na krijoi, na furnizoi dhe vetëm njeriu të nalet tek një element i furnizimit. Fëmiu kur lindën, nga natyrshmëria e tij ditën e parë dhe ditën e dytë fillon të pi qumsh tek nëna e vet. Vetëm ky detaj të nderuar vëllezër na ban të ndalemi dhe të reflektojmë për madhështinë dhe dhuntinë dhe mrekullinë që Allahu subhanahu wa taala u kujdes për njeriu. Pra kush e mësoi atë fëmijë apo 2 ditë që të pinë qumsh tek nëna e vet? A nuk është Allahu subhanahu wa taala? Mirë po Allahu subhanahu wa taala na tregoi me gjithë këtë që krijimi dhe furnizimi dhe kujdesja dhe të gjithë këto të nderuar vëllezër nuk janë të dobishme dhe do të kthehen në të kundërtën e njeriu nëse është larg udhëzimit. Momentin që njeriu kthehet dhe e merr udhëzimin dhe i kthehet ky Kur'an dhe është pjesë e jetës së tij, kjo të nderuar vëllezër do të jetë edhe krijimi nuk do të jetë kundër tij dhe furnizimi dhe kështu me radhë. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na bë Kur'anin pjesë të jetës tonë të përditshme. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na bë Kur'anin pjesë të moralit dhe sjelljes tonë. Momentin që Kur'ani është pjesë e jetës tonë të nderuar vëllezër, të jeni të bindur se do të arrisim lumturinë në këtë botë, të jeni të bindur se në ditën e Kiametit do të jemi në hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala. Momentin që çdo begati mund ta kemi në këtë botë, momentin që jemi larg udhëzimit, këto begati dhe këto dhunti do të kthehen në kundërtën tonë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru